الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet I takojnë Allahu Teala për dhuntit e shumta që na I ka dhënë e para së gjithash për furnizimet dhe për udhëzimin e dhënë. Salatet dhe selamet, përshëndetjet dhe duat tona më të sinqerta shkojnë për më të zgjedhurin e gjithë bijve të Ademit dhe dërguarve të Allahut Teala Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë pasuesit e fjalës së Allahut dhe sunetit pastër Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Pastaj një falënderim I veçantë po ashtu për kryefamiljarët, nëse I ku majt mend emrat Basin Idris dhe Basin Feriz, për arsye se si duket që të dytë I kanë sot nipat këtu me që janë sunet. Allahu Teala më rreft inshallah që të shohin edhe darsmat e tyne. Allahu Teala ju dha shëndet inshallah nipave të tyne. Pastaj në emër të familjarëve uroj mirësore të gjithë juve të cilët jeni përgjegjë ftesës së nikoqirëve që t'jeni prezent sot këto ne dhe keni bën një kryerje, një obligim përveç moral aq edhe fetar, duke ardhur në një mejlis të këtill e kem kryer një obligim islam, se për obligimet muslimanit ndaj muslimanit është me ju përgjegjë ftesës të cilën ai e bën, e për më tepër është kënaqësi që elhamdulillah të marrim pjesë në një tubim ku kryhet dhe zbatohet një urdhresë fetare, një urdhresë e sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikur që është çështja e sunetisë, e cila fatmirësisht ende është prezente në shoqërinë tonë, dhe inshallah dhoshtë Allahu Teala që ky sunet të vazhdojë të jetë deri në ditë kiametit prezente në këtë popull. Me shpresë se inshallah këta fëmijë do të bëhen edhe pasues sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, se për fat keq, duke jetuar në këtë kohë po vren se njerëzit identifikohen me përkatësinë e tyne fetare sot nëpërmjet të kësaj që e kanë bërë djemt e ri këtu në këta voglush të vegjël. Sot kur t'ju thon njëri ai musliman, thot po jam musliman. Me çka e tregon që je musliman, thot jam bë sunet. Inshallah këta veç me qëtë sunet se kallëzojnë vetin që janë musliman. Për obligimeve të muslimanit që ka përveç ndaj Zotit të vet, ndaj pejgamberit të vet, ne kemi obligime dhe ndaj familjarëve tonë dhe jemi të obliguar si burra që të marrin për kujdesin e plot ndaj grave dhe fëmijëve tonë, gjë që për fat keq shoqërinë tonë me zemër të thyt po e them ka dështu koncepti I familjes në shoqërinë shqiptare kosovare. Duke e pa atë çfarë jemi duke pa në shoqërinë tonë, duke pa atë çfarë jemi duke pa në për rrugët tonë, se për qenë një shoqëri e shëndosh, duhet që liza kryesore e saj, familja të jetë e shëndosh. Nëse kemi familje të shëndosh, më dhe mos do të reflektohet edhe si tërsi shoqërore, do të kemi edhe një shoqëri shumë më të shëndosh se sa një shoqëri në të cilën sot vlerat morale, vlerat fetare, e besa dhe vlerat kombëtare janë të shkelura dhe të gatese të njollosura tërësisht prej identitetit tonë kombëtar edhe atij fetar. Nuk ka qenë asnjëherë traditë të shqiptarët me hec vajzat në breg, sikur që janë tu e hec shqiptarëve të sodit. S'ka qenë asnjëherë traditë të ne që femrat me bë çfarë janë duke bë dhe burrat me ndajt dhe me shiqu atë se si është duke u prish shoqënia e tyre. Kjo kur s'ka qenë adet në këtë popull. Kishte ardhur një njeri dhe kishte pyet një dietar dhe kishte thënë hoxh, në cilën moshë, në botën arabe, në cilën moshë hoxh duhet me fillu dhe edukimin e fëmijët tim. E pyet hoxha dhe I thot, a ki fëmijë? Thot po. E kam thot një qik 4 moshë. Thot ti e vanu. Që shoqë e më vanu 4 muaj shqip.
Edukimi i fëmijëve tu, thot, fillon prej asaj që e gjen nënën e fëmijëve të edukuar. Sigurisht se këto nëna, këto femna të sodit, të zhveshura, mas pari prej petkut devotshmërisë, rësye se kur të prishet vllazën petku i devotshmërisë, se petku është dy lloj, sikur që trupi është qenie dualiste i përbën prej materes dhe prej shpirtit. Po ashtu edhe petkat ose teshat janë dy lloj. Teshat të cilët e mbulojnë materien, trupin, dhe teshat të cilët e mbulojnë shpirtin. Dhe ne këtë themi duke u bazuar në ajetin kuranor që Allahu Teala e ka thujt se shpirti e ka petkun e vet, ajo është devotshmëria, wa libasu taqwa khair, dhe Allah i ka thënë tesha e takvallëkut është më e mirë se sa petku të cilin ju e shihni për jashtë. Dhe sa më i shkyt që t'jetë tesha e shpirtit, tesha e devotshmërisë, takvallëkut, qaq më të shkyta do t'jenë teshat e trupit, vëllezër. Sa më shumë që hub turpi kashi Zotit, humbet turpi kashi robit, kashi njerëzve. Dhe nëse njerëzit tonë e kanë humbë këtë turp, nënat tona fillon me zbulimin e kokave të tyne, qikat e tyne fillon me bel, mesat tash, fillon më kretjen të i qitë në mejdan. Dal ka dal, shkall me shkall, fillon prishë. Erdh njani të Hazreti Omeri dhe anku për babën e ti. Një babë erdh anku për djalin e ti. Dhe i tha Omerit radiallahu anhu, djali nuk është kam respektar. Parafërsisht, sikur sot që shohim ankesat të shumta gjeneratave tona që janë pak më të vjetra, që ankohen për 30 hoq, s'ka me tërbijet e 30, nuk të respekton kush, nuk t'jep selam, nuk qohët kur t'hen shpe, nuk të këqyr kush me fjalë të mirë, s'të fol, dhe gjana të ngjajshme. Hazreti Omeri kur e nin këtë lafë, thot, bjen ma një djalin e këtij burrit. Dhe ja bin djalin, vjen ai djali te mexhlisi ku kishte babën, edhe ku ishte halife e muslimanëve, ishte kryetar i një shteti që kishin marrë dhe zgjeru teritorin, Siria e sodit, ose zgjeru në kohën e Omerit radiallahu anhu. Dhe kur vjen para këtij khalife, i thot Omeri radiallahu anhu, ka pas drejtësi dhe në mundu njerëzit me kohë me i drejtu dhe me i bot respektushëm dhe të vjetërve. Është obligim fetar që i riu me respektu të vjetrin dhe i vjetri me emshiru të voglin. Dhe kur vjen me gjlis, e pyet Omeri radiallahu anhu dhe i thot, a është e vërtet se ti e duke u sjell një të vrash dhe të keqe me babën tënde, me babën tënd, i thot para se me dhanë përgjigje. Jo i thot ti trego, a është e vërtet se ti si e të i kry obligimet e tua ka shi prindit tënd që shduhet. Thot para se me fol une për obligimet e mija ka shi prindit tim, veç më trego, baba jam, a ka obligim ka shi mi? Natyrisht që ka. Dhe Hazreti Omeri radiallahu anhu ju përgjigj dhe i tha gjithse si ka. Tha vete babën tem cilën obligime ka krym ndaj meje. Nënën ma ka marrë ish robresh, s'ma ka zgjedh nënën. E Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë, femra martohet për shkak të 4 cilësive të saj. Njëri marton një femër për 4 shkaqe. Në një ligje me liha për shkak bukurisë saj. Si intereson as familja, as pasonia, se në si ti shep, femën i ka dalë për para, si maneken, kjo desh, 90, 90, edhe ky mo hyt gjymë masaj, ka dalë bre birë se zvënë se si janë rodimi më kush po ta rodin ty, nune masaj, edhe as vetë ka as heq, hyt gjymë masaj. Apo, sot njerëzit martohet me femrat e reja për shkak të aspektit vizual të saj, për shkak bukurisë saj. Pastaj të Muhamedi alayhi salam li nasabiha, për shkak prandës saj. Është çike familjes madhe, është çike derës madhe, përpara për shembull kështu i kanë qyrë familjet. Është familje ndershme, janë familje e filan fisit, e filan burrit, e ka qenë gjyshi i tyne, o kanë krye plaku i katundit e kështu, deri sa erdhën kod komunizmin me mësu, jo gjyshin majmune e keni pas, ata majmunat kishin marak me pas gjyshin atë majmun, se ky popull është krenu me pleq e vetë,
është krenu me krye familjarët e vetë dhe non-stop është mënu me i tregu që i ka pas të parë të meqëm. Alana i ka zëjtë që i kemi të meqëm, kur fa pun të meqëm e s'ta kanë lanë. Dhe po që marak miri me thonë, i kena pas të meqëm. Pastaj martohet, ka thonë lima liha, përshkak pasunisë saj. Dhe sot neve jemi të shmitarë, se ma tepër kur ma parë s'ka qenë e pranishme martesa në bazat të interesit letrave të gërbeqive, se këta sot dashamirë tonë janë gërbeqi, këta e din këtë punë, hasret djemë të këtyne, qikat e tyne, me zbrit komën në asfalt, kanë një njitë, si kur miskoja dritave që i bëjë për mrapa, qashtu ferme, për mrapa, ose djemë të frajerat, më të mëjtë, shehrit i shetë qikat, më të qëmtutat gërbetit i marin, për shkak vizës, për të të gjanë. Do thëtë për shkak letrave, për shkak interesit material. Dhe katërta, tha Rasulullah s.a.s. martohet një femën për shkak dinit të saj, karakterit të saj. Mirit nuk i intereson ndoshta as bukuria e saj, nuk i intereson as pasuria e saj, nuk i intereson, por kur e sheh një djalë i ri, se është me namaz, është me Kur'an, është me mbulesën e saj, e ka turpin mas pari, ka shi Zotit, pastaj edhe ka shi robi, atëhere më do mos ky musliman kërkon dhe është e preferume dhe e nëzitur për Resulullah s.a.s. me marrë një femën të këtilë. Andër tha pejgamberi s.a.s. fadfar dhe të din, të ribet jeder, zgjidha ato që ka feje, të lumshin dur, tha Resulullah s.a.s. Sot lozë, cili prej neve, kur lyp nuse shqeqon femna me pas atë karakter të duhur fetar, me pas marrë prej Zotit më smarë. Shumicën e familjeve tonë, ky element, jo që nuk kërkohet, po ndoshta është edhe i pa dëshuar. Bas telefonatave që marrim, që kemi qikat të cilët rrihen prej baballarëve të tyne, që kemi qikat që falin namaz, edhe baba dhe nona, që të Kosovë tonë, baba dhe nona e marrin qiken edhe e ruin, të natën e shtin mes me flet, mos po qohët qika me fal namaz sabat. Një lujt, bisht, si rëspijat, si kuqkat e sokakut, si meqkat e rrugës që rrin 11-12 se ko dert. Djenë fakultet, në vit 2 fakultet, po më thret në telefon, pse ka falë gjëma, baba për rej. Motrata që vinë 11-12 si vetë ku e konë kuqk, tha mu më thëpë se ke shku gjumon me falti. Njerës të këtil, nuk i duhem këti popë dhe vazër. Aj element që son të mu mërth mirë në këtë konat,